Nga mesi maj 2026 ekskavatorët dhe makineritë e rënda të kompanisë Kastrati së bashku me nën kontraktorët e tjerë hynë në peizazhin e mbrojtur të Pishporonart. Alarmi për ndërhyrjet në këtë zonë ngriti organizata mjedisore, e cila kërkojnë nga institucionet shqiptare sqarim mbi punimet dhe autorizimet mjedisore. Nuk u ndal vetëm te denoncimet publike. Më 26 korrik 2026 organizata depozitoi një kallëzim penal në prokurorinë e Vlorës ku kërkoi hetimin e veprave penale, ndërtimi i palishëm, dëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër, dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore, prerja e palishme e pyjeve dhe shpërdorimi i detyrës. Kallëzimi tashmë ka marrë jetë pasi prokuroria e Vlorës ka nisur hetimet për ndërhyrjet e dyshuara të palishme në territor. Zona ku u kryen ndërhyrjet shtrihej nga Hidrovori drejt Portonovës në Zvërnec, territori ku më parë banorët vendas kishin akses dhe frekuentonin plazhin u rrethuan, ndërsa hyrja u kufizua. Në terren nuk rezultonte afishuar tabela kantierit me të dhënat e lejes, subjekti zhvillues, kompanive ndërtuese dhe mbikëqyrësit, megjithatë, punimet kishin nisur. Për ruajtjen e territorit u angazhuan edhe kompani private sigurie, ndërsa banorët kundërshtonin rrethimin dhe kufizimin e zonës. Këtu nisën dhe përplasjet që më vonë do të shndroheshin në protestë kombëtare. Më 30 maj 2026, gjatë protestave lokale në Portonov, një prej protestuesve u dhunua nga punonjës të policisë private në pranitë të policisë së shtetit dhe u mor me forcë brenda territorit të rrethuar. Ngjarja solli heqjen e licencës së kompanisë private të sigurisë dhe masa ndaj zinxhirit komandues të policisë së Vlorës. Dhuna ndaj protestuesit shkaktoi zemërim publik dhe një ditë më pas, më 31 maj, qytetarët nisën protestën përpara kryeministrisë. Protestuesit kërkuan ndër të tjera dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Por përtej protestës, përplasjeve politike dhe debatit mbi projektin, një pyetje mbeti pa përgjigje. Me çfarë dokumentacioni po kryeshin punimet në territorin e mbrojtur? Dokumentet e siguruara nga Media 60 tregojnë se Agjencia Zhvillimit të Territorit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit kanë pasur korrespondencë për këtë çështje. Dokumentet ndajnë edhe përgjegjësitë. Sipas shkresave, AZT administronte procedurën e lejes. Agjencia Kombëtare e Mjedisit kishte në kompetencë miratimin që lidhen me vlerësimin e ndikimit në mjedis, ndërsa IKMT-ja kishte detyrimin të kontrollonte ligjshmërinë e punimeve në terren. IKMT drejtohet nga Afrim Qendro, i cili më parë ka mbajtur edhe detyrën e prefektit të qarkut Tiranë. Çështja lidhet me projektin e zhvilluar nga shoqëria Zvërnec South Adriatic Development (SHPK) në pasurinë numër 262-12 në pronësi të Albania Land Development, investim i lidhur me biznesmenët miliarder Moutouz dhe Ramen Al Kahait. Projekti mori vëmendje të madhe publike për shkak të vizitave të dhënrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Jared Kushner dhe Ivanka Trump në zonë. Megjithatë, juridikisht fondi i Affinity Partners nuk rezulton aksioner apo zhvillues i drejt për drejt i projektit në Zvërnec, ndërsa investimi i Sazanit është në projekt tjetër. Dokumentet tregojnë se më 28 prill 2026, pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit u depozitua aplikimi për leje ndërtimi infrastrukture për kryerjen e punimeve të rrethimit dhe punimeve përgatitore në funksion të ndërtimit të rrugëve të aksesit brenda pronës. Vetëm një ditë më vonë, më 29 prill, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit miratoi me kusht lejen e ndërtimit të infrastrukturës. Por pikërisht këtu ndodhet problemi kryesor. Miratimi me kusht nuk ishte shndruar ende në një dokument të lejes së ndërtimit të infrastrukturës të lëshuar përfundimisht. Vetë-drejtuesi i agjencisë Adelaida Roga ka konfirmuar për Media 60 se vendimi nuk ishte zbardhur dhe se dokumenti i lejes nuk ishte lëshuar. Agjencia sqaron se procedura do të vazhdonte vetëm pasi kompania të plotësonte të gjitha kushtet dhe të siguronte konfirmimet e institucioneve përgjegjëse, duke përmendur shprehimisht dhe VNM ose deklaratë mjedisore. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Media 60, Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk kishte dhënë VNM për këtë ndërhyrje. Pra, një nga kushtet që vetë AZT kërkonte për finalizimin e lejes nuk rezultonte i plotësuar, ndërsa në terren punimet kishin filluar. Në përgjigje zyrtare të datës 11 gusht 2026, duke ju referuar kontrolleve të kryera më herët në terren, IKMT-ja drejtuar nga Afrim Qendro pranon se inspektorët kishin konstatuar vendosin e një gardi me rrjeteli, punime për sistemimin e territorit dhe ndërtimin e 2 rrugëve të aksesit brenda pronës. Përfaqësuesit e kompanisë u kishin paraqitur inspektorëve një shkresë të AZT-s mbi vendimin e KKTU-s të datës 29 prill. Pra, në terren po kryeshin punime për rrugë dhe sistemi territorit, ndërkohë që vetë AZT konfirmonte se Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit kishte dhënë vetëm një miratim me kusht dhe se dokumenti i lejes së ndërtimit të infrastrukturës nuk ishte lëshuar. Vetë IKMT e trajtoi situatën si një çështje që kërkonte hetim administrativ. Më 29 maj, institucioni drejtuar AZT-s për të verifikuar ekzistencën dhe statusin e lejes infrastrukturore, por përgjigja erdhi më 10 qershor. AZT konfirmoi se KKTU kishte miratuar lejen me kusht, por shtoi se vendimi nuk ishte zbardhur dhe dokumenti i lejes së ndërtimit të infrastrukturës nuk ishte lëshuar ende.
Megjithatë, nga dokumentet e vendosura në dispozicion nuk rezulton që Inspektoriati Kombëtar i Territorit të ketë urdhëruar pezullimin e të gjitha punimeve të konstatuara në terren. Pas përgjigjes së AZT-s, IKMT urdhëroi një verifikim tjetër. Më 18 qershor, inspektorët konstatuan se gardi ishte hequr vullnetarisht nga kompania. IKMT argumenton se për shkak se rrethimi ishte hequr, nuk mund të vazhdonte më procedurat e mëtejshme të inspektimit. Por pikërisht këtu lind një tjetër pikpyetje madhe pasi IKMT-ja nuk kishte konstatuar vetëm një gard. Vetë institucioni kishte evidentuar edhe sistemimin e territorit dhe ndërtimin e 2 rrugëve të aksesit. Në dokumentacionin e dhënë për Media 60 nuk shpjegohet çfarë ndodhi me këto punime. Nuk sqarohet nëse rrugët u konsideruan të lishme, nëse u kërkuar rikthimi i territorit në gjendjen e mëparshme, nëse u kontrollua dokumentacioni për realizimin e tyre apo nëse ndaj kompanisë u vendos ndonjë masë administrative. Heqja e gardit nuk zhduk rrugët që ishin ndërtuar dhe as punimet e sistemimit të territorit që IKMT kishte konstatuar vetë. AZT-ja ka pranuar shprehimisht se përpara zbardhjes së lejes duhet të merreshin miratimet e institucioneve përgjegjëse, përfshirë VNM ose deklaratën mjedisore. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk kishte dhënë VNM dhe kushti mjedisor nuk kishte plotësuar në momentin kur makineritë kishin hyrë në territor dhe po kryenin punime. Sipas informacioneve nga Media 60, në zonë janë prerë gjithashtu pemë dhe është ndërhyrë përkohësisht në kanalin që lidh lagunën me detin, ku kompaninë kontraktuese kanë vendosur materiale ndërtimi. Në mënyrë kontradiktore, IKMT deklaron se gjatë kontrollit të inspektorëve nuk konstatoi prerje pemësh, depozitime inertesh apo materiale që ndotnin ekosistemin. Por ky konstatim përshkruan gjendjen e gjetur në momentin e kontrollit dhe nuk përjashton që ndërhyrje të tilla të kenë ndodhur më herët. Pamje filmike të publikuara në media dhe nga organizata mjedisore tregojnë ndërhyrje në territor. Pikërisht për këto episode ka depozituar kallëzi penal për ndërtim të palishëm, dëmtim të habitateve të mbrojtura, dëmtim të florës dhe faunës, prerje të palishme të pyjeve dhe shpërdorim detyre. Prokuroria e Vlorës tashmë po heton ndërtimi i rrugëve, sistemi i territorit, prerja dyshuar e pemëve dhe ndërhyrje në një kanal që nuk komunikon lagunën me detin nuk mund të reduktohen te vendosja një gardi. Janë ndërhyrje që kanë ndikim të drejtpërdrejtë mbi territorin dhe ekosistemin e një zone të mbrojtur. Dokumentet e institucioneve tregojnë një kronologji të qartë. Punimet kishin nisur në një kohë kur dokumenti i lejes së ndërtimit të infrastrukturës nuk kishte lëshuar dhe kushtet e vendosura për finalizimin e saj, përfshirë miratimet mjedisore, nuk rezultonin të plotësuara. IKMT i konstatoi punimet dhe më pas mori konfirmimin zyrtar se dokumenti i lejes nuk ishte lëshuar. Megjithatë, në dokumentet e vëna në dispozicion nuk rezulton të ketë marrë masa për të marrë ndërhyrjet që kishte evidentuar vetë. Pikërisht këtë po verifikon tashmë edhe Prokuroria e Vlorës, nëse punimet e kryera në terren përbëjnë ndërhyrje të palishme dhe nëse zyrtarët që kishin detyrimin t'i kontrollonin kanë vepruar sipas ligjit apo kanë toleruar kryerjen e tyre. Ndërkohë, një tjetër pjesë e çështjes së Zvërnecit po hetohet nga SPAK. Gjykata kundër krimit të organizuar me kërkesë të prokurorisë së posaçme ka vendosur në sekuestro fondet e kontratave të shitjes së tokave që ndodheshin në llogarinë e noteres. Kështu sot Zvërneci është objekti i 2 fronteve hetimore të ndryshme. Nga njëra anë SPAK po heton origjinën e pronave dhe transaksionet e lidhura me to, ndërsa Prokuroria e Vlorës po heton atë që ndodhi fizikisht në terren, ku duke filluar nga kryeministri Edi Rama, ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj dhe drejtuesi i IKMT Safrim Qendro kanë qenë në dieni publikisht se aty po zhvilloheshin punime. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.